Përshëndetje që gjithëve, jemi në podcast, jemi në radar, me ne është bashkuar gazetari dhe analisti Ylli Pata. Zoti Pata, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit. Besoj, për shkak vetë profesionit i keni parë me interes zhvillimet e fundit politike në vend, si i komentoni ju ato? Zhvillimet e fundit politike në Shqipëri janë pjesë e zhvillimeve që nuk kanë lidhje me politikën, sepse ne ecim me një, po themi, një diskutim rrjetesh, diskutim tash e themesh dhe diskutim rrjeteve sociale, domethënë jemi një Big Brother i madh. Ne nuk kemi sot një analizë politike ose një diskutim politik real mbi atë që ka ndodhur. Pra, ne kemi pas zgjedhje në 11 maj, ne kemi pas zhvillime të rëndësishme dhe sot ne po diskutojmë emrat e kryeministrave teknik, ministrave teknik, pa lidhje, domethënë vetëm zhvillime politike nuk kanë në Shqipëri. Pse thoni që nuk ka zhvillime politike në Shqipëri? Kujt i referohen? Sepse zhvillimet politike janë zgjedhjet, zhvillimet politike janë po themi betejat politike, betejat e rëndësishme që vjen me buxhetin. Ne patëm në nëntor një nga buxhetet më të rëndësishme, buxhet sfidues, jo vetëm për majorancën, e cila po themi me logjikën e vet, thoshte që okay, ky është më i miri joni, jo vetëm në vlerën absolute, pra në vlerën e miliardave, po edhe në pensionet, rritjen e rrogave e tjerë, dhe ne nuk patëm një sfidim buxhetit, edhe aty është betejë politike. Çfarë zhvillimi politik mund të jetë, nuk bëhet një sfidim politik edhe në fund thotë ne do bëjmë qeveri teknike për çfarë? Pra nuk ka zhvillim politik në Shqipëri. Zhvillim politik në Shqipëri është i mangut prej kohësh. Ne nuk kemi zhvillim politik, ne kemi vetëm zhvillime, domethënë pak, si më thënë, cirku, me që Maduro u mor peng nga, ose u arrestu nga Trumpi, do kemi edhe një rast tonë, ose po themi vetëm zhvillim politike nuk kanë në Shqipëri për mendimin tim, se zhvillim politike janë zgjedhjet, janë debati në parlament, ose edhe në fundit kur ka një sfidë të drejtësisë në qeverisë e tjerë. Aty shikohet flas zhvillimi politik. Kësa i them unë, se sot ne po themi flasim për një qeveri teknike, kryeministra teknik, në dalin emra, kur në fakt është kemi një ngjarje të madhe, siç është kërkesa për ESPAK për zëvendës kryeministrin, se si do ndodh, çfarë do ndodh, dhe ne nuk kemi një përgatitje, një përplasje politike, betejë reale politike, do e thoja. Qartë, por në atë aspekt po them unë, jo se qartë, kërkesën për qeveri teknike që është artikuluar nga opozita e shikoni si një mirazh të tyre apo një realitet politik të mundshëm? Po, shiko, realitet politik i mundshëm, bëhet fjalë për një realitet politik i mundshëm, sepse një farë mënyrë ne kemi ardhur nga një zgjedhje e cila mund sfidohet, okay, po si mund të jetë një kërkesë reale për një qeveri teknike, kur e para punës nuk kemi një, po themi një dekalo krize, pse e kërkojmë, çfarë kërkojmë, në fundit edhe po e kërkojmë, a do arrihet, se në fundit kjo është thelbi, sepse ne vim nga një palë zgjedhje, s'ka ndonjë gjë, një qeveri teknike mund të kërkohet, po edhe kjo puna e qeverisë teknike, për mendimin tim është bërë si Barsalet, për çfarë shërben një qeveri teknike, se në fundit
thelbi është një opozitë që kërkon të sfidoj mazhorancën, kërkon zgjedhje. Pse do kërkoj qeveri teknike, për mendimin tim? Duke u fokusuar këtu te kjo e fundit që ju thatë, mund të ketë zgjedhje të parakohshme, është po ashtu një tezë që diskutohet së fundmi. Zgjedhje të parakohshme edhe mund të ketë, po unë nuk besoj që mund të ketë, sepse në fundit që të ketë zgjedhje të parakohshme do të krijon kushte për zgjedhje të parakohshme. Që të ketë zgjedhje të parakohshme do të ketë tipale zgjedhje që po themi, zgjedhjet vendore ose zgjedhjet e ndërmjetme tregojnë që ka ardhur koha për një ndryshim të ri politik. Unë nuk besoj që pastaj edhe nëse do ketë zgjedhje parakohshme, unë nuk besoj që do ketë ndonjë zhvillim të ri politik. Ne jemi, si më thënë, Shqipëria kërkon një ndryshim politik i cili nuk ka lidhje me zgjedhjet me këto parti. Kërkohet një ndryshim politik real brenda partive të vjetra, po nuk e di, po kjo nuk bëhet debat politik, edhe kjo është gabim. Pra sot i pata ju thoni që nuk ka alternativ, duke qenë se opozita, konkretisht Partia Demokratike, nuk frymëzon, nuk bëhet bashkë me partitë e tjera që janë opozitë, Partia Mundësia apo Shqipëria bëhet po ashtu edhe Lëvizja Bashke e Arlind Qorit, apo mungojnë format e duhura ose kjo mazhorancë është shumë e fortë për të mposhtur? Kjo mazhorancë është në ato po themi, si më thënë, ritme, në ato shifra që është. Për opozitën sot, opozitat nuk na kanë dhënë një, po themi, një ide që të krijojmë një konfigurim. E dinë se është problemi. Problemi është që ne kemi sot një konfigurim politik si më thënë, të bllokuar. Një konfigurim i ri politik duhet të jetë një konfigurim i ri politik, jo thjesht po themi një emër i ri, një konfigurim i ri politik në propozim. Për shembull, mazhoranca ka sfidu, mazhoranca ka një kaos, arritjen e negociatave për Bashkimin Evropian. Opozitat, çfarë qëndrimi kanë? Deri tani opozita kanë qëndrimin që mazhoranca nuk doja dalë. Dhe ne do bëjmë që të mos ndodhë kjo. Dhe më thënë, mazhoranca një farë në ka thënë, le ta marrë Rama, po doli vajzë, ose si më thënë, po dështoj në negociatat, ose po Shqipëria nuk ecën fare në integrim, fitojmë ne. Kjo nuk është qëndrim, kjo është, si më thënë, unë mendoj që kjo është një, po themi një, si ato që rrinë duke parë ndeshjen, një lokal bastësh edhe si dali. Kjo nuk është zhvillim politik. Zhvillim politik është kur cilë është qëndrimi i opozitave. Për këtë, opozita nuk ka qëndrim. Opozitat nuk kanë qëndrim. Dhe kjo është problemi, nuk kanë qëndrim. Pse nuk kanë qëndrim? Nuk kanë qëndrim sepse për mendimin tim nuk ka figura politike që t'japi qëndrim, se në fundit kjo është thelbi. Dhe kjo është problemi më i madh. Opozita, Shqipëria për mendimin tim, që nuk e do, ose do ndryshim, është më e madhe se opozita aktuale, por nuk e voton. Opozita aktuale nuk arrin do ta kuptoj, ose ta mbaj peshën e para punë, edhe nuk është e aftë, nuk e kuptojnë çfarë do të thotë, domethënë opozit. Ata nuk e kuptojnë fare, ata kuptojnë opozit sikur ta kundërshtojnë qeverinë, po kjo është një pjesë. Problemi është kapin sfidën. A mundet këto opozita ta kapin sfidën e madhe në aspektin politik? Por ne kemi rastin e buxhetit. Buxheti i shtetit sot ne nuk patëm një diskutim real ku
kemi një, po themi një qëndrim të mazhorancës, ne kemi rritë rrogat, e cila mund të jetë relativ, si nuk pat një opozicion, ore nuk ke rritë rrogat, edhe nëse i ke rritë, du të rrisësh më shumë, du të rrisësh këtu pensionin, du të bësh këtu, nuk pati një qëndrim. Pra, në ngjarjen më të rëndësishme të vitit, ku është taksat e shqiptarëve, opozita nuk donte të ishte prezent. Pastaj thot që nesër pas nesër nuk më përkrah, po do të marrë që, po themi qeveri teknike, do të marrë zgjedhje, si do i marrësh, kur ti nuk sfidon problemet reale ose zhvillimet reale të vendit, që janë buxheti i shtetit, taksat, pensionet, rrogat. Po them, dhe e ka humbur gjithmonë. Ne nëse shef një vend normal, përplasja, rrëzimi i qeverisë, sfidimi i qeverisë, vetbesimi i qeverisë ndodh me buxhetin e shtetit. Te ne nuk ka ndodhur kurrë. Dhe te ne ndodh për shembull kur është Berisha ka i problem, domethënë është vra një deputet, në Dora ka i problem tjetri me i gjykat për shpifje, dhe këtu bën probleme. Kur vjen puna për buxhetin e shtetit, asnjëherë nuk ka një debat kombëtar, ku në fakt ky është thelbi, për mendimin tim ky është thelbi. Jo për mendimin tim, por ky është thelbi në çdo vend të botës. Aty në Amerikë këtu bëhet përplasje, billi, në Itali, në Greqi, buxheti i shtetit aty zonës mbahen qeveritë. Qartë, zoti Pata, a ju duket se opozita po mbron më shumë trashëgiminë e Berishës, ku them opozita i referohen Partisë Demokratike? A dyshim që po, jo vetëm mbron trashëgiminë e Berishës, po problemi i opozitës është sepse Berisha nuk ka kaos. Berisha do të ecë inercinë e tij, nuk ka kaos. Domethënë, kjo është problemi, nuk ka kaos fare. Cila është kauza e opozitës? Prandaj thash buxhetin. Cila është kauza? Kauza del nga spaku, ajo nuk është kauza e opozitës, sepse opozita nuk e ka përkrah spakun, ka qenë kundër spakut, ka qenë kundër reformës së drejtësisë, dhe akuzat që dalin janë një pjesë, vërtet janë akuzat që ka thënë opozita, por nuk janë akuzat, nuk janë kauza e saj, po them. Sado që do ti po themi ti mbaj, ti ruaj, po nuk janë. Dakord, është nëse Partia Demokratike domethënë ka qenë konsistente tek lufta antikorrupsion, sepse në një farë mënyre çfarë po ndodhim sot? Opozita thot, okay, sa herë ka akuzën dhe mazhorancës, rasti Velie, rasti Balluku, bëjnë namin, ama kur ka një akuzë, siç ishte akuza e re ndaj Sali Berishës, opozita s'ka fol as fjalë, përkundrazi e mbron Berishën. Pra ka standarde dy fishta, po 3 fishta, 4 fishta. Thelbi është që nuk jemi një qëndrim. Ajo thot, unë jam me sa herë kemi një akuzë kundër mazhorancës, mazhoranca t'jap dorëheq, qeveria t'jap dorëheqin që të vijun. Po mirë ma, spaku ka edhe akuzë ndaj teje, si do vish ti? Edhe këtu është problemi, kemi një qëndrim, por ky nuk është qëndrim politik, ky është qëndrim që ne kemi thënë me kohë, është qëndrim kundër, domethënë me dy standarde. Qëndrimi politik është qëndrimi për shembull në buxhetit, si ti do ta bësh, po themi, reformën e pensioneve, reformën qëndrimet politike, si që mund të bëjnë çdo parti. Po themi si e shikon tatimet, pronat, ndërtimin, e tjerë. Pastaj, në zgjedhjet lokale të pjesme, opozita nuk paraqit dhe tani thot qeveri teknike, po si ka mundësi? Po nuk domethënë ti nëse nuk merr pjesë një garë, nuk merr pjesë një sfidë, një debat publik, atëherë pse kërkon një ndryshim? Ndryshimi edhe mund të ndodhë,
ndryshimi mund ndodh kur ka një sfidë, një logjik, një ide, një debat publik i cili nuk është. Ky është, domethënë, ne po ecim një çmenduri ku vetëm debat publik s'ka, del domethënë një gazetare domethënë një njeri i lidhur me SPAK i cili thot burimet mia, unë maj përgjegjësi penale nëse janë të vërteta se Yrgy Sagasi është i lidhur me këtë. Po jo ma vlla, thelbi është kjo, ti s'ke pse man përgjegjësi penale, ti du të raportosh përgjegjësi penale man një deputet, përgjegjësi penale man një ministër, ti s'man do të përgjegjësi penale, ti thjesht duhet të raportosh sa më vërtetësisht. Qartë, po ashtu ka disa kritika edhe brenda Partisë Demokratike që lidhen kryesisht me figurën e zonjës Vokshi dhe zotit flamur Noka. Këto kritika vijnë po ashtu edhe nga zoti Spaho që ka një lloj mungese etike nga këto personazhe që vinë më pas edhe drejt bazës. A janë ata dëmi real i Partisë Demokratike apo mungojnë figurat e reja, njëjtë siç Partia Socialiste dhe mazhoranca e quajnë, dhe ri energjizimi i partisë që te Partia Demokratike kemi parë më pak? Shiko, thelbi i logjikës që bëhet qoftë me lëvizjen Saliani, qoftë me domethënë profesor Spaho i shkret e ka inat me Korçën se e kanë sulmu e tjerë. Domethënë, po nuk ka lidhje, problemi është Berisha. Edhe në Partinë Socialiste, edhe në Partinë Demokratike nuk mund të jetë problem, domethënë nuk bëhet lojë me figurat e dyta, edhe në Partinë Socialiste në debat kemi parë kohët e fundit që dalin ca ish deputet thot marri qëndrim ky, marri qëndrim ai. Thelbi është, nëse ti bëhet një sfidë, sfida është me kokën, sfida është me thelbin. Pra, sfida është me politikën. Politika në këtë rast e Partisë Demokratike është kjo, që ne nuk duam ndryshim. Pra, ky është thelbi, nuk logjika që të kërkojnë ndryshimin e dyshit, ndryshimin e treshit nuk shkon. Po themi në Partinë Socialiste sot ose në mazhorancë sot, ai ndryshim që mund ndryshimi mund ndodh, a do ketë një qeveri përveç qeverisë Rama? Ne kemi qëndrim të po themi të nga kryeministri, nga tjerë që jo thotë jo mos kjo ka ardhur një qëndrim nga vota, nga përgjithshme. Kjo është një ranë. Ana tjetër është, okay, po ne kemi pas një traditë ose kemi edhe traditë në qeveritë e tjera ku mund ndryshohen qeveritë. Këtu është debati, këtu nuk bëhet. Nga rasti tjetër në opozit bëhet vetëm hajde të ndryshojmë dyshin, ndryshojmë treshin, po nuk ndryshohet, nuk Partia Demokratike ose opozita nuk ndryshon nëse ik Flamur Noka, pavarësisht se nëse ik Flamur Noka nuk është keq, po nuk është zgjidhja e ai, sepse problemi është një personazh i cili që është Sali Berisha, është në ngrata, është i panderur nga SPAK për korrupsion, pritet akuzat. Pra këtu është thelbi, çfarë opozite ne do japim vendit. Qartë, zoti Pata, po ashtu ka një hipotezë gjithmonë që flitet edhe nga poli opozitar për një ndërhyrje amerikane të insinuar për tyre për stabilizuar situatën politike në vend. E shikoni të mundshme apo prezenca amerikane është në vend përmes SPAK-ut? Shiko, ajo pastaj është një delir, jo delir, por nuk ka logjik, domethënë do vi Shqipëria është një vend, flas Shqipëria pas 2013, është një vend që ka kriju një aleancë madhe me Amerikën, e para punës me reformën drejtësi, ku kundërshtarja më e madhe e reformës drejtësi ka qenë kjo opozit.
mos harrojmë rastin e Lallës, kur Ilir Meta dhe Sali Berisha bashkë me Lallën arritën të agresojnë ambasadorët Amerikanë Donald Lu. Dhe kjo është, domethënë, për mendimin tim është pjesa kyçe e asaj zhvillimit. Dhe sot na thonë që do vit marrë Edi Ramën Trumpi për llogaritë Sali Berishës. Po si ka mundësi që Adriatik Lalla është non grata, Sali Berisha është non grata, edhe pse ka pagu $7 milion prapë është non grata. Ilir Meta është në burg, masi domethënë bërë një sulm, agresion ndaj SBA-s dhe sot duan ta rikthejnë domethënë atë zhvillimin, atë qasjen. Si ka mundësi më, pse kujtojnë se shqiptarët nuk e dinë, na kanë mush prej vitesh kokën me këtë logjikën anti-amerikane. Dhe tani thonë, domethënë, mjafton të hapësh faqen e Facebookut të ambasadës amerikane. Është shumë e thjeshtë. Ti bësh screenshot dhe të shikosh militantët e BD-s si shajnë Amerikën, si shajnë PD-n, si shajnë president amerikan, ambasadorët amerikan, dhe shikon si ka mundësi këto njerëz domethënë ndryshojnë qëndrim dhe kanë fytyrë. Si ka mundësi? Nuk ka mundësi. Këto domethënë Amerikës çfarë s'kan thënë për Amerikën? Jo, ato atje janë të mërshmit, janë njerëz që hanë njerëz, hanë fëmijë, nuk janë njerëz, dhe sot një ditë bukur për interes kujtojnë se gjërat ndrypen. A kupton, shqiptarët nuk janë budallej. Jo vetëm shqiptarë, po edhe administrata amerikane, cilët janë një shtet serioz, mediat e tjerë. Si ka mundësi, domethënë? Kanë qenë këto që kanë thënë, kur shpall Sali Berisha në grata nuk pati gjë nuk lanë gjë pa thënë. Mund shikohet shumë thjesht, vetëm të hapësh rrjetet sociale. Zoti Pata, pse nuk frymëzon Partia Demokratike dhe opozita në përgjithësi? Nuk frymëzon sepse e para punës nuk ka një kaos, e dyta punës nuk ka një lider, e treta punës nuk ka një koncept, e katërta punës nuk ka një ekip. Po edhe shumë gjëra tjera, pastaj shoqëria shqiptare ka ndryshuar shumë. Si mund të frymëzojë një grup që ja fut, domethënë shkon në parlament dhe merr ato fiqe zjarret edhe kujton se realizoi punën. Duhet të flasësh normalisht, domethënë të flasësh për rrogët, pensionet, të flasësh për ide. Si mund të frymëzosh? S'ke nevojë të frymëzosh në radh parë, se nuk s'ke pse ti je Robin Hoodi. Po të kesh një ide në radh parë, një ide më ide. Pastaj Partia Demokratike nuk ka një ide për qytetet, për garat e bashkive, s'ka një lloj koncepti politik. Partia Demokratike thot, o e marrë gjithë pushtetin, unë s'ka pushtet, po nuk ecën kështu. Duhet të marrësh qytetet, qeverisësh bashkitë, të bësh një opozit në çdo bashki për plerat, për mjekësinë, për arsimin e tjerë. Nuk mund bëhet, po se mori Berisha nuk ka opozitë, kjo është problemi. Dhe sot Partia Demokratike nuk ka njerëz, nuk i shkon kush. Sepse ja që ndodh në për qytete, i kanë ikë gjithë njerëzit, se nuk i kanë mbështet. Kjo është problemi. Zoti Pata, pse nuk po mundet që të bashkohet opozita, sepse po shohim që ka protesta të shumta nga Partia Demokratike të veçuar, Shqipëria bëhet e veçuar, Partia Mundësia e veçuar, pse ata nuk bëhen bashkë? Po sepse, shiko, nuk bëhen bashkë, ato, domethënë, po themi rasti i Agrënshejt, edhe rasti i Lapajt, e tjerë që morën vota
jashtë Berisës u doq sepse ato janë brenda Berishës. Nuk ka opozita reale në Shqipëri është opozita që nuk voton. Nuk është çështje bashkim mekanik. Bashkimi mekanik është jo. Opozita reale nuk është me Berishën, opozita reale nuk është me Ilir Metën, shpeti që është më burka, po me Tik Lapajt e tjerë. Opozita reale është një opozitë që kërkon një grup 3 politik, po kjo është çështje, kjo është problemi. Problemi është se e para punës nuk ka dalë dikush ta artikulojë dhe e treta nuk e lën edhe, po themi, nuk do Berisha dhe grupet e opozitës aktual dalë një opozitë e re, një opozitë e artikuluar, se është kjo opozitë nuk ka artikulim, kjo opozitë është vetëm hajtë që doli sot i muhabet, hajtë ta mbajmë. Që doli sot i agent, hajtë ta mbajmë. Nuk ka artikulim. Artikulimi nuk ka lidhje me Maduro, nuk ka lidhje me po themi një hetim spak. Opozita ka flet për marrëdhënien se si ajo koncepton shtetin, se si koncepton buxhetin, se si koncepton bashkitë, reformën territoriale. Dhe ne sot kemi një opozitë që thotë unë nuk marr pjesë te Komisioni i Reformës Territoriale sepse po mora pjesë ti do më japish këtë. Pra është një opozitë pengmarrëse. Dhe kjo nuk ka për të fituar, kjo do shkatërrohet më keq. Sepse e koncepton rolin e vet, përgjegjësinë e vet si peng. Pra unë kërkoj po themi një job për të marrë gjë tjetër, nuk shkon kështu. Edhe një pyetje zoti Pata, ne shohim ju e cekët së fundmi edhe reformë territoriale dhe atë zgjedhore, 2 reforma dhe komisione parlamentare që opozita dhe Partia Demokratike ka thënë që do t'i bojkotoj. Çfarë të keqe do sillte kjo për qytetarët ndjes, por edhe për vetë Partinë Demokratike si forcë politike që domosdoshëm dhe do që në të ardhmen të jetë dhe forcë parë politike dhe të konkurrojë majorancën. Shko, ne kemi rastin e reformës territoriale ku Partia Demokratike vetëm qanë që nga 2013 që ne s'morëm pjesë në reformën territoriale dhe humbim çdo zgjedhje, e nisim në humbje. Kjo është një fatalitet, një budallik. Domethënë një forcë politike që thotë ne nisim një zgjedhje me humbje është budallik i madh. Domethënë si ka mundësi që domethënë edhe e bën njerëz që e kuptojnë pak luftën, si më thënë, hartën territoriale. Si ka mundësi kur po themi Bashkia e Tiranës bashkë me komunat nuk se ka ndryshuar gjë. Komunat, po themi Petrela, Farka, tjerë, Kashari, tjerë, thjesht janë Bashkinë Tiranë, nuk ose janë zhduk. Ata nëse i kanë ato, po themi, forcat në territor, mund t'i kenë prapë, s'ka prish reforma territoriale. Është një lloj koncepti fatalist, sepse realisht problemi tyre është më i madh se kaq. Problemi tyre se nuk kanë pas një ide se çfarë do po themi ta reformojmë bashkinë, komunat, reformën territoriale, reformën administrative etj. Domethënë, ky është problemi. Unë mendoj që Partia Demokratike mendon gjithmonë marrëveshjen tavolinë, prandaj kërkon jo se ka një ide. Qartë. Zoti Pata, faleminderit shumë që ishit me ne dhe faleminderit shumë për analizën tuaj. Faleminderit ju.